Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Mirë se vini për te kufive me mua Malbora Gurrën. Në këtë emision do të pasqyrojmë jo vetëm pjesë të jetës, por dhe aty të biznesit dhe sukseset që janë korrur këtu në Gjermani. Do t'ju sjellim pamje dhe zhvillime nga afër, pikërisht të një nga investimenteve më të rëndësishme, kuvendit përgjithshëm të Unionit Bizneseve Shqiptare dhe atyre gjermane. Mirë se erdhët në Hamburg. Më datë 22 nëntor 2025, Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermane zhvilloi kuvendin e tij të rregullt vjetor, një ngjarje me rëndësi të veçantë institucionale që shënoi jo vetëm mbylljen e një viti pune intensiv, por edhe vendosjen e themeleve strategjike për të ardhmen. Unë jam pronar dhe udhëheqë i kompanisë JAV Jansen Rexavel në Wiesbaden. Unë jam me origjinën për Kosovës, dy partnerët janë gjerman. Gjithmonë jam kon i lidh me komunitetin shqiptar, kom pas interes më angazhu me profesionin time, mirë shtu edhe pak profesionista në këtë. Unë jam bizniset, interesi jam më angazhu me ndërlidh shqiptarët në komunitet edhe Gjermani edhe jashtë Gjermanisë. Kuvendi u mbajt në një atmosferë profesionale, të organizuar dhe konstruktive, duke reflektuar qarta si rritjen e vazhdueshme të Unionit, forcimin e strukturave të tij dhe angazhimin gjithnjë në rritje të komunitetit të biznesit shqiptar në Gjermani. Unë jam Fatmira Mësholli, unë jam pothuajse që nga fillimi i themelimit të Unionit Biznesit, por e kam përbacu firmën Start 1. Arsyet pse firmat apo kompanit shqiptare duhet të i bashkangjitet, unë po e quaj familjen e Unionit Biznesit, në Gjermani janë të shumta, sepse e para është interesi i përgjithshëm, e dyta është bashkimi i shumë kompanive në fuqinë punëtore, në ide imponat, në ide të ndryshme, në bashkëpunimet e ndryshme, të thotë sipas vendimit tem çdo gjë është pozitive. Edhe falë këtij bashkëpunimit, unë besoj që edhe ju e dini, janë bërë edhe shumë investime edhe në Kosovë, edhe kështu që unë i preferoj dhe ju baj thirrje edhe nga këto që gjitha ato kompanive shqiptare ta gjejnë veten në Unionin e Biznesit, sepse janë vetëm pozitive.
Takimi u hap me fjalën përshëndetëse nga drejtuesit kryesor të Unionit, të cilët prezantuan një panoramë të qartë dhe gjithëpërfshirëse të aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2025. U theksuan veçanërisht përpjekjet për forcimin e rrjetit të antarëve, rritjen e prezencës institucionale dhe ndërtimin e bashkëpunimeve afatgjata. Gjatë raportimeve hyrëse u prezantuan aktivitetet kryesore të vitit, përfshirë takimet rajonale me antarë në disa qytete të Gjermanisë, forumet ekonomike ndërkombëtare, rritja e ndjeshme antarësisë, si dhe bashkëpunimet institucionale që kanë rritur dukshëm ndikimin e Unionit në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Nderuar antarë të Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane, koordinator të nderuar musafir. Ju falenderoj të gjithëve që keni gjetë kohë sot me ardhë në këtë kuvend vjetor të antarësisë të Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane. Siç e dini, mbajtja e kuvendit vjetor, pra kuvendit rregullt vjetor, është një obligim ligjor dhe statutor i Unionit, prandaj është një kënaqësi shumë e madhe që sot jemi gjithë bashkë këtu. Agjendën, materialet ju kemi përcjell gjithë me email. Ftoj kryetarin e bordit, zotin Azmi Viqa, për fjalën përshëndetje. Të nderuar partnerë dhe miq, gjatë vitit që po e lëm pas, Unioni ynë ka bërë hopa të qartë përpara. Me përkushtim dhe me punë të pandërprer janë realizuar takime të shumta me antarë në Gjermani dhe Kosovë, janë zhvilluar forume ekonomike, janë thelluar partneritet institucionale dhe është rritur dukshëm angazhimi i biznese shqiptare gjermane në rrjetin tonë. Pranimi 4 antarëve të rinj gjatë vitit 2025 është dëshmi e qartë se Unioni po forcohet si platformë serioze e bashkëpunimit, besimit dhe përfaqësimit. Dua të shpreh falënderimin tim të veçantë për të gjithë anëtarët që kanë kontribuar në aktivitetet tona, për degët rajonale që kanë treguar vullnet dhe përkushtim, si edhe për partnerët tonë institucional në Gjermani dhe Kosovë. Unë mendoj që na nëse nuk e gjykojmë njëri tjetrin shumë, po e ndihmojmë në atë punë që bëjmë, besoj që kemi marrë suksese gjithë bashkë. Ju falenderoj gjithëve edhe besoj që do arrijmë sukses sonte që këtu në shka kemi para po për sonte t'i kryjmë me nder. Një vëmendje e veçantë ju kushtua gjithashtu sfidave organizative, financiare dhe administrative, të cilat u adresuan me transparencë dhe përgjegjësi, duke reflektuar pjekurinë institucionale të Unionit. Në vijim të rendit të ditës, kuvendi shqyrtoi dhe miratoi disa pika kyçe strategjike. U prezantua raporti punës për vitin 2025, si dhe raporti financiar për periudhën 2024-2025 me analizë të detajuar dhe transparencë të plot ndaj antarëve. Një moment i rëndësishëm i kuvendit ishte prezantimi i statutit të ri të Unionit, i cili vendos një strukturë më moderne, më funksionale dhe më efikase të qeverisjes. Po ashtu u prezantua plani punës për vitin 2026 me fokus zgjerimin e aktiviteteve dhe degëve të Unionit. Unioni duhet patjetër të forcohet, Unioni duhet të jetë shumë më i kompletuar, sepse ne kemi nevojë për një bashkim. Ne që kemi qenë pak të inkuadruar në aspektin diplomatik, jo politik, por diplomatik, mund të kem fjalime të gjata, po se kemi ndërmend natyrisht të bëjmë fjalime të gjata, po uroj që ky kuvend sot të ketë rezultate pozitive, doroj që në pas kuvendit Unioni të ketë edhe më shumë antarësi, të jetë më i forcuar dhe më i dobishëm për shumë biznese, se me të vërtet ne kemi një numër të madh të bizneseve në bashkë Gjermaninë dhe jemi krenarë me këto biznese të cilat me të vërtet janë edhe ambasador të shtetit Kosovës. Në të vërë ka është mirë këto bisedimet, takimet, çdo se janë që mundit më po këtë në Union Biznes të na lidhë bashkë, është pozitiv për njerëz. Kena bo angazhmim edhe ka qëllu shumë ofirë të mirë.
pas përfundimit të pjesës zyrtare, programi vazhdoi me një darkë të përbashkët dhe një sesion formal rrjetëzimi, duke krijuar hapësirë për ide të reja dhe bashkëpunime profesionale. Unioni i bizneseve shqiptaro-gjermane shpreh mirënjohjen e tij për të gjithë pjesëmarrësit dhe mbetet i përkushtuar ndaj ndërtimit të një komuniteti biznesit të integruar dhe të qëndrueshëm. Për të kuptuar më thellë rëndësinë e këtij kuvendi, kemi ftuar sot kryetarin e bordit, zotit Nazmi Viqa. Zoti Viqa, mirë se erdhe. Ju falenderoj përzemërsisht që keni pranuar ftesën dhe të jeni sot me ne. Faleminderit, mirë se erdhe ju në Frankfurt. Faleminderit për ftesën. Zoti Viqa, para se të filloj intervistën me ju, do kisha shumë dëshirë të jap vlerë këtij vendi ku ne sot jemi ulur dhe ju na keni ftuar. Është një vend që mbrohet nga UNESCO, nëse kam dëgjuar, dhe ekziston prej vitit 1812. Dhe këtu janë ulur figurat nga më të suksesshmet edhe nga më të njohurat në Gjermani. Është vend që ju vini shpesh këtu? Po, mas pore kjo është një restorant shumë i mirë dhe që menaxhohet nga një shqiptar. Një djalë shumë i zotit, që ka një kuzhinën me done gjermane, me specialitet gjermane, dhe është që do shifra që i thonë ato historinë e lokalit më të ndrejtë në bashkë nuk e kumë kuptu se kumë ditë, po mirë që e pas ke kuptu. Me rëndësi që është një restorant shumë i mirë, edhe shqiptari, edhe shkrenari. Shkrenari. Edhe nuk është i vetmi kë, ka shumë shqiptarë që mirën me gastronomi dhe janë suksesshëm. Mirë, po kjo një restorant shumë i mirë. E pam dhe ne. Dhe jemi shumë të lumtur që ishim këtu dhe ne na gëzoi fakti që udhëheq një shqiptar. Zoti Viqa, arsyeja pse jeni sot këtu ishte kuvendi i përgjithshëm i Unionit të Bizneseve dhe ju sapo përfunduat mbledhjen suksesshëm. Pati një pjesëmarrje shumë të zjarrt, po ishte e bukur. Çfarë vlerë i jepni ju ose si e vlerësoni ju Unionin edhe antarësinë? Po, sot na e patëm një kuvend. Ky kuvend është një kuvend pune që mohet mas poku në januarit. Ku antarët, ku ne ju prezantojmë antarëve punën gjatë këtij viti që kena bërë. Edhe ju prezantojmë edhe planet që kemi për vitin e ardhshëm. Kështu që edhe marrim edhe propozime dhe ide për tyne, se qysh mu i bëha me zhvillu fshesatën më mirë. Më mirë. Kjo është ideja dhe kjo është një obligim që e kemi. Është përmirësimi në fokusin tuaj. Sa ka që ekziston Union Biznesi, për gjithë ata që nuk e di? Unioni është themeluar në vitin 2013. Atëherë me insistimin apo me iniciativën e Ministrisë të Diasporës edhe me angazhimin e disa afaresme të suksesshëm këtu në Gjermani, është kriju Unioni i Biznesit Shqiptar Gjermane. Cili ka qenë plani fillestar? Në ato kohë ku u themelua? Plani fillestar ka qenë mas pari me njohë biznesit të në Gjermani, me njohë në mes veti, me shkëmby ide dhe përvoja biznesore, me kështu potencialin se cilët për neve edhe këtë këto mi fut me një binar të përbashkët edhe me qenë ma suksesën biznesin tonë. Që kjo ka qenë arsye. Pas këtij aktiviteti që patët sotën, çfarë është ajo synimi juaj për vitin e ardhshëm? Na sot e prezentuam punën tonë që e kemi bënë deri tash. Planet dhe idetë për vitin e ardhshëm, edhe gjithmonë marrim propozime dhe ide për antarëve se si mund ta bëjmë më mirë. Për shembull, sikur sot kemi pasur kemi bërë një draft statut të ri, që na mendojmë që statuti i Unionit që ekziston që 10 vite, kemi bërë disa ndryshime që janë të nevojshme përmes shoqërisë më mirë. Edhe sot edhe që ajo kaloi, domethënë për antarësisë edhe... Si u pranuan? Edhe u pranua mirë, natyrisht që edhe pa pos vrejtë nuk ban, me pak vrejtë të vogla, po besoj që është më mirë për shoqatën tonë për të ardhmen.
Shumë mirë. Po, pjesëmarrja, ishte e kënaqshme për ju? Pjesëmarrja ishte e kënaqshme, ka mundësi më bëna më mirë, me thënë drejtën, po tash na pe kuptojmë edhe një gjë që bizneset njerëz po janë ngarkuar, është fundi i javës, është edhe e kuptueshme. Nështë ka njerë nuk kemi atë bashkënash me pjesëmarrjen e anëtarëve të shoqatës, mirë po sot ka qenë, besoj që ka qenë mirë dhe ka qenë një numër i mjaftueshëm edhe nështë i kënaqshëm me thonë. Ashtu do të thojë edhe unë isha e pranishme vetë, edhe të them të drejtën ne këtu në diasporë nuk e kemi dhe aq të lehtë të bëjmë organizimet si për shembull në Shqipëri apo në Kosovë, rrugët janë shumë të gjata, edhe le të themi dhe pjesëmarrësit vetë kanë angazhime të ndryshme. Cili është numri sakt për momentin i bizneseve që janë të antarësuara? Në databazën tonë kemi 1000 biznese. 1000 biznese? Po, 1000 biznese. Unioni biznese ka 1000 biznese në databazë. Tash neve na vinë anëtar të ri, do pauzojnë, me rëndësi është që na kemi numër të mjaftueshëm edhe Unioni është një vlerësohet si një shoqatë dhe një fuqi ekonomike. Po, absolutisht, sidomos dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe këtu në diasporë. Është një network shumë i vlefshëm. Ky organizim sot, unë e di dhe personalisht vetë që ju keni qenë dhe personalisht i angazhuar. Ka qenë sfidues për ju? Po, unë mendoj se sa sfidues është edhe aq motivues. Sepse kur ishe zhvillimin e bizneseve këto në diasporë, domethënë ne na motivon që bizneset e reja pak na shta me mësu për përvojës tonë. Kështu që nuk është sfidues, është motivuar. Është motivues. Me patjetër. Është bizneset shqiptare këtu në diasporë shumë më pyesin, sidomos kur jam në Kosovë. A jeni aq të bashkuar sa bëni? Apo është e vërtetë? Bizneset shqiptare këtu në Gjermani janë të organizuar përmes në shoqata. Po. Bizneset që janë Unioni bizneseve janë me të organizuar shumë. Edhe janë bashkëpunëtorë dhe bashkëpunojnë mes veti shumë. Edhe unë besoj që shumë biznese dhe shumë anëtarë të shoqatës tonë ja kanë pohori kësaj pune, sepse i kanë rritë bizneset e tyre me bashkëpunim. Tash natyrisht që ti gjen ata që mundesh me punu me ta, mirë, në përgjithësi janë shumë bashkëpunuese edhe unë mendoj që ajo që mendojnë të tjerët nuk është ashtu. Ka pasur dhe bashkëpunime të suksesshme? Shumë kemi pas bashkëpunime të suksesshme, domethënë na e kemi përkrahur të bizneset për shkak që janë bizneset të reja, pastaj ju kemi kryer disa lidhje, disa mundësi edhe për mundësi të investime më shumë edhe për mund zhvilluar më rrit më shumë. Do të visha ju jeni një ndër themi biznesmenët më të suksesshëm në Gjermani. Dhe keni natyrisht bëni edhe shumë me kompani gjermane, sepse dhe interagoni me to, ne punojmë këtu. Ku do t'i veçonit, ose cila janë ndryshimet një kompani ose biznesmenëve shqiptarë dhe atyre gjermanë? Qëre këtu në Gjermani ka biznesmen të zatë shumë dhe ka kompani me vërtet shumë të zhvilluar të mira. Unë mendoj që shqiptarët janë etabluar shumë në tregun gjerman, edhe besoj që shqiptarët janë bërë edhe biznesmenë dhe punëtorë dhe i ka zhvilluar kompanitë shumë mirë. Kështu që na nuk mujmë me thonë që e kemi kalu, po në disa raste edhe po që të jemi, bashkëmi. Mirë jemi. Mirë jeni. Shumë mirë, përveç ko. Më gëzon ky fakt, por unë do kisha dëshirë të di edhe nga ju se cili ka qenë momenti më sfidues dhe që përcakton me padyshim edhe suksesin tuaj gjatë këtij rrugtimi si kryetari i bordit. Që unë për suksesin tem edhe të nuk kisha folë shumë sepse flasin kompanitë që kena kriju na. Për suksesin e bizneseve dhe anëtarëve tonë që janë në shoqatë, me të vërtetë na mujmë thonë se ka shumë kompani të suksesshme që janë strukturuar mirë,
është një dallim kur kemi fillu para 25-30 vjetë kur kemi arë këtu. Dallimi është shumë i madh sepse sot shqiptarët i udhëheqin bizneset e veta vetë dhe janë shumë të suksesshëm. Ka pasur diçka gjatë rrugtimit tuaj si kryetari i bordit që e keni ndryshuar, mbase jo me pëlqimin e gjithë të antarëve, por keni thënë ka qenë vendimi i duhur. Unë mendoj se kjo pyetje nështë të përgjigjet pak më herët. Na mas pari imi kur e themelu Unioni ka qenë iniciativë e Ministrisë në atë kohë, po edhe kanë qenë biznese, me të vërtet biznesmen që kanë biznese shumë të mira të mëdha këtu dhe të fuqishëm janë, kështu që na në bashkëpunim me ta e kemi udhëheq Unionin deri tani dhe besoj që edhe antarësia kanë qenë e kënaqur edhe po mendoj se ato çka kemi mri na kena mri shumë, tash ndoshta me cek rezultatet që kena arrit deri tash janë shumë, që ndoshta më nismi me thonë krejt bankia sunet qelloj gjitha. Ose do të bënim 3 intervista? Po, mirë po, unë mendoj që ka qenë një punë shumë e madhe, sepse vetë fjallet që na në databazi kena një biznese edhe vërtet e kena kthy një punë edhe Unioni është me vërtet cilësohet shumë mirë, edhe shumë është i pranueshëm edhe çto në Gjermani, po besoj edhe në trojët tona. Absolutisht që po. Do kishte diçka që do ta ndronit urgjentisht? Por besë ka nevojë për ndryshime është gjithmonë, po jemi në rrugë të mirë dhe tash jemi konsoliduar me staf menaxhues që kena drejtorin që është shumë aktiv dhe profesional edhe besoj që do ta nikim në rrugë pak më të mirë dhe më suksesshme se cila që më edhe më suksesshëm, po. Do kisha dëshirë të kaloj pak tek bizneset në diasporë dhe mjedisi ekonomik që ofrohet në Kosovë ose në Shqipëri. Si e vlerësoni? Shiqoni, tashmë shumë biznese këtu në Gjermani kanë investu në Kosovë, mendoj edhe Shqipëri, mi thonë drejtë, nuk kam informacione në Shqipëri se sa kanë investu, po kanë investu shumë në Kosovë dhe unë besoj që kriju një klime mirë për me bo biznes. Ligjet janë të tilla që i përshtaten edhe BE-s. Për neve, na dhe i kuptojmë pak ma letë, mirë po nështë partner tonë që i bim në atje, do të me vënua pak ma shumë që mi bindë ata që me qenë ata të sigurt. Janë shumë të pa informuar për atë që ndodh në Kosovë? Po, nështë janë të keq informuar. Mirë po të keq informuar pe shtetit tënde dhe pe kështu që na, kur t'i bim atje, ja ndryshojmë komplet mendin atyne dhe e shohin për shembull, e shohin një datë këtë tjetër për shka ata se qysh ata janë të informuar. Okej. Nëse një investor i ri do t'i merrte një mendim dhe do të investojë në Kosovë apo në Shqipëri, çfarë këshille do t'i jepni? Në cilat sektore duhet me patjetër të investonte? Unë besoj investimet tona janë nështë 3 fusha kisha me cek ku është interesant me investu të na. Bujqësia është interesant, sepse ushqimi që konsumohet atje importohet shumë. Nështë duhet me kriju kompani që të prodhojnë atje dhe produktet tyre i binë në Gjermani, që përbojnë edhe shumë kompani, si për shembull kompanitë e drurit atje, ka mobilerit, ka shumë produkte të Kosovës, produkte ushqimore, edhe ato janë interesant për tregun këtu në Gjermani dhe Evropë. Pastaj besoj investime në turizëm Shqipëri, nështë turizëm malor në Kosovë i shkon interesant. Patjetër. Ma mërmenja. Patjetër që po. Ide shumë të mira edhe të vyeshme. Por nëse një investor do t'i pyeste, zoti Viqa, dua të investoj, Shqipëri, Kosovë apo Gjermani? Çfarë do t'i thonë? Tash nëse neve na pyet ne që jetojmë këtu, ne do të thojmë më herë që do të me investu sepse kemi një vullnet me investu në vendin tonë, vend lindje. Pa dyshim. Tash është interesante në vendin tonë me investu, është shumë interesant.
sepse është interesant me investu te na, sepse na kena fitu këto dije dhe përvoj, edhe përvoja e jonë është shumë e nevojshme për neve, për vendin tonë atje, edhe për investimet që na i bojmë atje. Për të gjitha bizneset që kanë dëshirë të etablizohen në Kosovë, përgjegjësia e institucioneve, siguria juridike, në cilin nivel do ta vlerësoni? Unë mendoj që o kriju një klim më e mirë për me bu biznes, po mendoj që ka mundësi shumë, edhe nuk do të vetëm muftu kështu bizneset e diasporës, po do të muftu me të vërtet edhe me marrë pjesë në për projekte ndryshme atje, që ka, kur dihet se diaspora edhe investon në Kosovë, mas pare bje pare shumë Kosovë, atje thuhet që i bin 1.3 miliard euro pare atje. Për cilin afat kohër? Po për një vit, për shembull. Po 1.3 miliard euro. Çështu po thojnë, edhe këta e dinë, ata zyrtarët e dinë më mirë. Po. Kështu që unë mendoj që diaspora duhet të ftohet edhe të merr pjesë në projekte ndryshme. Shfrytëzohet potenciali diasporës? Unë besoj që nuk shfrytëzohet potenciali diasporës. Kur thonë që diaspora bin shumë parë në Kosovë, mendoj që mundësia është më e madhe të shfrytëzohet potenciali tyre, të marrë pjesë, të i ftuna për projekte. Po krijohet edhe një brez i ri, plot biznese të rinjve këtu në diasporë. Apo tregojnë dhe ata interes për të investuar në Kosovë, në Shqipëri? Brez i ri, gjeneratat tona mendon e voja? Brez i ri mendoj që është gjenerata e tretë madje, ne kemi gjenerata të tretë. Gjenerata e dytë dhe tretë. Unë mendoj që ata janë mirë të involvuar në bizneset tona që na i kena kriju, dhe tash natyrisht që gradualisht ato pimorin edhe punët tona. Keni hapur dyër jo? Po, ne jo kemi hapur dyër, jo kemi mundësu, se na e kemi posë ma zarë se ata. Ata e kanë malet, sepse ata janë shkollu këtu, edhe janë tjetër nivel. Qa ndryshime shka? Nëse po marrim sektorin e ndërtimit, një afaris që është gjeneratën e parë, le të themi hyn tek pjesa e mërgjimtarëve, personave që në të vërtet kanë ardhur me një valixhe këtu, dhe fëmijëve të tyre, apo nipërve dhe mbesave. Ka ndryshime se si mendojnë apo si mundohen të krijojnë biznese? Po ka ndryshime, sepse na kur kemi ardhur, s'kemi ditë kur gjë hiç, kemi startuar në 5-0, edhe kemi mësu shumë, edhe kemi jek shumë dhe sa kemi mësu. Këta e kanë, gjenerata 2 dhe 3 e kanë shumë ma letë, sepse ata kanë mas por janë shkollu këtu, edhe e kanë posë pagës ma letë, sepse i trashëgojnë me një farë forme, janë të involuar në bizneset tona që janë të gatshme ato, mirë pa ata i shkojnë ma mirë se na, sepse ata janë shkollu, na kemi arë këtu, kemi posë në farë shkollët kryme, s'kemi ditë gjuhë, kemi fillu këtë gjërat 5-0. Është për t'u adhuruar. Zotiviqa, para se ta mbyll intervistën tonë sot që mua më pëlqeu shumë, përcollëm shumë mesazhe dhe gjithashtu shumë informacione, a do të kishit një këshill për të gjithë ata të rinjt që mbase nuk e kanë guximin akoma për qenë dhe ato sipërmarrës? Çfarë këshilla do jepni? Unë mendoj që këta, unë e thonë, punoni shumë, punoni ndershëm, të jeni konsistent për cilën e ëndrën, se cili ka një ëndër. Të ndjekim ëndrat? Po, të ndjekim ëndrat, e suksesin nuk do të mungoj. Zotiviqa, ju falenderoj jashtëmase shumë për këtë intervistë, unë ndjeva fare mirë. Faleminderit edhe juve shumë. Sidomos në këtë ambient bukur. Në këtë ambient bukur. Ju uroj në vazhdimsi shumë sukses dhe shpresoj t'ju kemi përsëri dhe para kamerave, sepse ne duam të dim gjithmonë dhe të jemi në rrjedhë se çfarë bëni ju në mbledhjet e radhës apo në organizimet të Union Biznesit. Shumë faleminderit që ishte me ne. Shumë. Faleminderit. Pra, kjo ishte edhe episodi radhës me Gora Gura për Te Kufive. Faleminderit që na ndiqni dhe ju urojmë në vazhdimsi një mbrëmje të këndshme.
Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.